Bëni një dush të ngrohtë para gjumit dhe të befasoni çfarë ju ndodh. Ekspertët thonë se ka të dhëna që tregojnë se dushi në darkë mund të t'ju ndihmojë që ju të flini sa më mirë nëse keni probleme me gjumin. Truku kryesor për këtë është që të mos laheni vonë. Nuk duhet që ta nxehni trupin pak para se të shkoni në shtrat. Gjithashtu, sipas ekspertëve, temperatura e trupit luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e ritmit tuaj kardiak, gjë që përcakton kohën se kur duhet të flem apo të zgjohemi. Gjatë ditës, temperatura e trupit rritet në një mënyrë natyrale deri pas dite vonë. Rënja e temperaturës është gjithashtu një shenjë që tregon se ka ardhur orari i gjumit, prandaj nëse ju e ndërprisni këtë proces do ta keni të vështirë që të flini. Larja herët në mbrëmje jep trupit mundësinë që ajo të qetësohet dhe kështu ju të bëni një gjumë sa më të rehatshëm. Është mirë që të laheni të paktën rreth 2 orë përpara gjumit.